Me lamin e fundit ka nisur punimet seanse plenare, ndjekim së bashku. Me rendin e ditës, ju njoftoj se kryetari grupit parlamentar Partisë Socialiste, zoti Taulant Balla, bazuar, ju lutem pak qetësi, nenin 7.5 e rregullores kuvendit, në emër të grupit parlamentar Partisë Socialiste ka kërkuar që në seancën plenare të datës 7/5/2026, pra ditës sotme, të mbahet 1 minutë eshtje solemne në nderim të kujtimit të ish kryetarit të kuvendit, zotit Servet Bullumbi. Në respekt të rregullores, kryetarët e grupeve parlamentare, nëse jeni dakord që minuta e heshtjes të mbahet tani, me njëherë. Të nderuar kolege dhe koleg deputet, 2 ditë më parë u nda nga jeta dhe dije për collëm ish kryetarin e kuvendit të Republikës Shqipërisë, profesor Servet Bullumbi. Servet Bullumbi ka qenë zgjedhur deputet i Kuvendit të Shqipërisë për 5 legislatura rresht, nga viti 1991 deri në vitin 2009, vit kur u troq nga jeta aktive, politike dhe parlamentare. Profesor Servet Bullumbi shërbeu Shqipërisë në vitet vështira. Kur koha kërkoi zvendësimin e sistemit politik, Servet Bullumbi ishte midis atyre intelektualëve që u përfshin si protagonist aktiv të ndryshimeve demokratike. Kur demokracia e re shqiptare kërkoi themelimin e një të majte moderne, si kusht thelbësor për jetësimin e pluralizmit politik, profesor Servet Bullumbi u bë ndër themeluesit, mendimtarët dhe drejtuesit kryesor të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Përveç 5 mandateve si deputet gjatë viteve 2002-2005, Servet Bullumbi shërbeu si kryetar i Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Në këtë detyrë të lartë shtetërore, Servet Bullumbi drejtoi me vizion, urtësi dhe mençuri, tolerancë e përkushtim si një politikan larpamës dhe patriot. Gjatë gjithë jetës së tij si mendimtar dhe intelektual erudit, profesor Bullumbi formoi breza të tërë studentësh dhe la një trashëgimi të pasur në shkencat politike dhe sociologjike shqiptare. Në nderim të jetës dhe veprës së ish kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, profesor Servet Bullumbi, ju ftoj të mbajmë 1 minutë eshtje. Projekt në paqe.